7 milion euro është fatura e buxhetit të shtetit që gjatë vitit 2025 ka shkuar si shpenzim për pagat e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Por qytetarët e Vlorës këtë shifër e quajnë maramense. Sipas tyre është e patolerueshme që ndërkohë që pagat dhe pensionet janë minimale, të ketë kaq shumë luks dhe pagat e larta për deputetët. Qytetarët thonë se deputetët mendojnë gjithmonë për të rritur pagat e tyre dhe jo për ekonominë familjare të vetë qytetarëve. Domosdoshmëria ta shohin uljen e numrit të deputetëve, për të cilin thonë se është shumë i lartë në raport me numrin e popullsisë në Shqipëri. E sipas qytetarëve, shpenzimet duhet gjithashtu të përgjysmohen, pasi shumë prej tyre janë të panevojshme. Tani unë jam mendimin që numri i deputetëve do të ulet. Janë shumë për popullsinë që kemi ne, janë të panevojshëm. Më shumë krijojnë probleme se bëjnë punë. E kupton? Dhe atë deputet kërkojmë për ta marrë për të patur sa më shumë fitive vetë, jo populli. Krahasim me rrogat edhe me pensionet. Po, në krahasim me rrogat janë si nata me ditën, i thot populli, me 10 herë më të madha nga një punonjës. Unë kam qenë mësues matematike këtu në Vlorë. Dhe ata shokët e mi tani që kanë dalë pension marrin nga 800.000 lekë. Një deputet merr 10 fishin. S'ka asnjë krahasim me rrogat e sotme. Kështu që duhet ulet numri dhe vlera duhet ulur. Nuk na vjen mirë. S'na vjen mirë. S'na vjen mirë se Inshallah të mos jenë të vërteta. Ata paguajnë ju gjendja ekonomike juaj asnjë. do pensionist. Në krahasim me rrogat dhe pensionet të vlera. Si na duket, po dihet që rëndojnë patjetër mbi buxhetin, mbi kokat tona. Çfarë zgjidhje i jepni ju? Çfarë zgjidhje? Po të bëjnë zgjidhje të reja, do bëjnë mirë. Duhet ulur numri i deputetëve? Duhet ulur patjetër. Ti bëjmë edhe shpenzimet atyre. Mendon se bëjnë shpenzime luksi këta? Bëjnë ose s'bëjnë. Bëjnë patjetër. Do bëjnë kur t'i vi koha. Mbas 3 vjetëve. Tani edhe kanë gjykuar ata. Ligjvënësit. Në krahasim me rrogat dhe me pensionet e qytetarëve. Po le rrogat tona të llogaritën fare, ne jemi kot. Po të bëj një pyetje. Tani ata mendojnë shpeshherë për rritjen e rrogave, shpenzimeve, pagave të tyre. Pse nuk mendojnë edhe për ne? Po, ndoshta s'u ka shkuar ndërmend. Mase do kujtohen. Po kur do i shkojnë? Po, kur të ngopen, të dënden për vete, do... Pa do ngopen. Po, shpresojmë, mas arrim për juve që jeni më të ri, pa ne besoj të arrim. Mendoni se këto rëndojnë në xhepin e qytetarëve? Po si të rëndojnë në xhepin e? Pse nga bie, nga qielli bie ato lekë. Ti bësh fiskulturë mendje, se as vërshëllin njeri, po edhe numri t'ulet, prap, aty do jemi, nuk besoj se do bëhet ndonjë zgjidhje. Po shpenzimet duan ulur? Po shpenzimet duan ulur, po kot shpenzimet ulen, po vallvin në favor ton, me pensione, ne kemi skandal, u kam punuar 40 vjet, marrin pension 200.000 lekë, 220.000 lekë. Jo, miliona euro janë harxuar nga buxheti i shtetit për të paguar deputetët. Si të vjen ky lajm? Si e argumenton? Po, si argumenton? Është i nevojshëm? Si argumentoj edhe ata argumentin. Po mirë se si qytetar. Paguajnë. Ju do vim. Paguajnë. Para. rëndon në ekonominë tënde në ata kësa? Po çfarë doje ti të ndryshonte? Çfarë apeli bën? Të marrë më shumë para. Ata, apo ju? Ndërkohë këto pagat e deputetëve në krahasim me pensionet dhe rrogat tuaja? Diferencojnë që ka 2-3 miliona. 2-3 milion pak. Ma të dhe më shumë. Duhet ullur numri i deputetëve apo dhe shpenzimet? Do bërëm 300. Që? Që sa përqindën popullsisë të takojnë për një Një deputet në Kuvendin e Shqipërisë paguhet të paktën mbi 3.5 milion lek në muaj, pa llogaritur në këtë shumë dietat, udhëtimet, pagesat e qiras dhe shpenzimet opsionale. Ndërkohë pagat dhe pensionet në Shqipëri variojnë nga 100.000 lek të vjetër deri në 500.000 lek të vjetër.